Ja, madhe. Përgjithësi fushata ka qenë e mirë, le të themi. Procesi i votimit sot deri tani vazhdon normalisht. Ju bëj thirrje gjithë qytetarëve të Lezhës të ushtrojnë të drejtën e votës, të mos rrinë, sot është një ditë për tak, ata kanë të drejtën të vendosin me anë të votës. Mendoj se Lezhra ka arritur tashmë një pjekuri të niveleve të duhura në proceset zgjedhore dhe i ka kalu me shumë sukses gjithë sfidat e këtyre proceseve, të cilat çdo vit më përtej kanë ardhur duke u përmirësu. Unë herë duhet ftoj çdo qytetar shqiptar që ka moshën për këtë ditë, të vijë të votojë, shkojë të votojë në çdo cep të Republikës së Shqipërisë, sepse vetëm me votë mund të shprehësh vullnetin tënd për demokracinë dhe për vendin. Dhe duhet i ftoj edhe qytetarët, të ftoj çdo përfaqësues politik të ruajnë qetësinë, të japin me të vërtetë një vlerë demokracisë, sepse në këto 33 vite sot është një ditë e veçantë për të gjithë. Faleminderit dhe rrofë Shqipëria.